Ka denoncuar zoti Saliani, po ta keni ndjekur politikën, por edhe njerëz tjerë. Pa diskutim, mua nuk më bën më përshtypje në këtë fazë dhe e di shumë mirë që çdo person që votohet aty, votohet që truaj status quo dhe të jepet leja e radhës e ndërtimit, pasi Rama nuk do ta lejë ortakun e tij Berisha pa leje ndërtimi. Merret vërtet familja zotit Berisha me PD-n Alesi apo është një mit që është krijuar ky? Tani ju jeni gazetar profesionist, arbër miti nuk krijohet pa baza. Tani ju I keni parë që I biri vjen protesta, e bia vjen protesta. Tani nëse nuk merren, nuk kanë çfarë bëjnë protestë. Pazaret kalojnë nga një zyrë në atë parti, prandaj ka arritur këtu ku ka arritur sot. Ti mendon se është dëshira demokratëve që t'jetë Flamur Noka sekretari I përgjithshëm? Absolutisht jo. Nuk e di. Absolutisht jo. Ti nuk e di, po e di unë që I njoh demokratët, kam komunikim me demokratët dhe... Ka akoma Alesia se duke sikur është parë amike. Jo, më absolutisht, unë kam raporte shumë të mira, edhe me deputet Partisë Demokratike kam miq shumë të mirë dhe gëzoj një respekt veçantë për disa figura. Çfarë them jashtë kamerës? Pak dhe memra, kuptohet. E ruajmë atë etikën. Nuk është nevojshme të themi emra se s'do bëjmë lajm emra. Ruajmë etikën, biseda private janë private, por dua mendimin e tyre. Duan ndryshim real në Partinë Demokratike, duan të ketë debat, duan të ketë garë, duan të ketë një alternativë, pasi pas kamerave ato thonë si do mbjetojmë nga kjo gjë. Ka marrë fund thonë PD-ja, si do mbjetojmë. Madje me një deputet PD-s që isha para një javë në kafe, më tha Alesia, do jetë fundi PD-s nëse zgjedhet sa çuni Fariut në kryetar. Aty mori fund fare sa Partia Demokratike. Dhe pash pesimist edhe po fliste me strukturat faktikisht, pasi është një deputet I cili dhe është I votuar. E duan qytetarët. Dhe tha, ky do jetë fundi sa. Nëse zgjedhet sa mirë Flamuri sa. Se na ka rënë sa taksirat. Po të zgjidhet sa dhe Klevisi në kryetar është fundi sa I Partisë Demokratike. Dhe mendoj që këto ankesa kanë reflektuar tek doktori që nuk e shpalli kandidat për nënkryetar. Elisa, çfarë shikon ti të ardhmen e PD-s për te zoti Berisha? Do jetë dikush nga familja e tij që merr apo mund të jetë zoti Saliani, zonja Tabaku që janë disa emra që po fliten kohët e fundit? Zoti Klliçi është gjithashtu një emër që është folur për të qenë I plot. Çdo njeri ka ambicjet e veta, unë kam ambicjet e mia, se e kam shpallur. E synon me ti këtë? Pa diskutim që po, përsa kohë jam politik, sa është ambicia më bashkëshoron gjithkohën, kështu që nuk përjashtoj asgjë. Unë jam progarës, pastaj vota është ajo që tregon. Po ambicia e Sebaiut nuk është Elbasani vetëm, politikisht. Unë kam ambicie politikisht, kështu që deri këtu mund të flas për momentin. Pastaj në një moment të dytë do flasim për gjëra më specifike, nuk është momenti dhe koha. Okej. Për pjesën e Partisë Demokratike, unë nuk shoh që ka risi për sa kohë është Sali Berisha aty. Për te Berishës do jetë një momentum tjetër, sepse ti mund të thuash 4 emra, unë të përfshiva dhe vetëm 5, por mund të jenë edhe 5 tjerë që mund të kenë ambicie për Partinë Demokratike. E nuk mund të flasim në mënyrë hipotetike pa ardhur momenti. Duhet hapur gara, duhet hapur debati, duhet pranuar kritika, duhet që demokratët të jenë ata që do ta zgjedhin me votë dhe pa diskutim të fitoft më I mire. Dhe pastaj drejt një bashkimi për fitoren e madhe. Se kështu duhet funksionojë politika, jo për interes personal, por për interes për bashkët një grupimi. Por nuk mund të themi sot që flasim çfarë do bëhet për sa kohë, unë nga informacionet që kam është që Sali Berisha nuk bën asnjë hap pas me pronën e tij, sepse tashmë është prona e tij private. Më jep një koment për partitë e reja. Ti një dhe të shumë mirë, dhe fillojmë nga Lapaj, vazhdojmë të Shehaj dhe të Arlin Qori. Komenti im është janë partitë të reja, specifikisht me zotin Qori e kam thënë dhe rrithem është akademik, por nuk më lidhin bindjet politike. Unë jam e kundërta e asaj që zoti Qori është ideologjikisht, kështu që nuk qasem do të me bindjen e tij politike. Është çështje parimesh, çështje vizioni, çështje besimi. Nga ana tjetër, për zotin Lapaj kam I konsiderat pasi është avokat, shumë I mirë, koleg I mirë, por nuk e shoh në një pozicion favorshëm këto momente që flasim, pasi ka humbur besueshmërinë tek
populli shqiptar mbas debatit që pati me Indri Shabanin në lidhje me marrjen e mandatit, aty ka krijuar një pasiguri në popull. Ana tjetër, zoti Shejaj është një emër i cili ka dalë nga radhët e Partisë Demokratike. Agon Sheh. Ka dalë nga radhët e Partisë Demokratike dhe mënyra se si zoti Shejaj ka marrë mandatin e parë tregon shumë. Dhe më mbrapa pastaj këto që po i dalin për ditë media, shitjet, blerjet, nuk besoj se zoti Shejaj mund të marri drejtimin e opozitës, nuk e shoh. Po nga ana tjetër i uroj suksese partive të reja, se për mua pa diskutim janë individ të rinj, cilët sidoqoftë nuk kanë qenë të korruptuar, nuk kanë pasur afera abuzive, nuk kanë firmosur tender. Dhe nuk kanë qenë pushtet. Nuk kanë qenë pushtet, ndryshe nga dyshja Rama Berisha, kështu që në këtë kontekst unë i përgëzoj për nismën që kanë marrë, por unë personalisht nuk e gjej veten time për momente. Elisa, për ta mbyllur, në gjithë të llovi politike që me sa duke ka kapur vendin, përsëriti shikon një zgjidhje për të ardhmen që mund të vijë nga Partia Demokratike, po jo me këtë leadership, apo jo? Pa i qëndrojmë kësaj teze. Unë e shoh fituese PD-n, pa kupolën drejtuese, pa Sali Berishën dhe të zgjedhërit e tij. Unë e shoh PD-n fituese, e shoh dhe popullin që do jetën këmbë për ta rrëzuar Ramën me një kërkesë të vetëm. Rama jep dorëheqjen dhe asnjë tjetër. E vetmja kërkesë. Por është e pamundur në këto kushte, se sot ta fusi Rama në zgjedhjet parakohshme, prapë fiton me atë sistem që ka ngritur, dhe pa diskutim protestuesit kanë të drejtë, por nuk i ndalojnë dot rikandidimin as Ramës as Berishës. Kështu që në këto kushte duhet gjejnë zgjidhjen. Sepse nuk mund t'i pengosh kandidimin. Në qartë. Se çdo parti zgjedh kryetarin e vet, për mos PD-s që nuk e zgjodhëm dot. Sepse u vetë zgjodh dhe u mbi vendos në mënyrë jo legjitime. Ana tjetër, nuk mund të themi ne që jemi në protest, ik Rama mos garo se do fitojmë ne. Ne duhet ta mundim Ramën me votë. Do të mendoj që vota është tek populli, tek besimi dhe a protest duhet të japi zgjidhje dhe do japi drejtim caktuar në moment. Caktuar të dytë. Këtu flas për nga shtatori e tutje se tani është edhe verë.